Dhe tani, Enkel Demi, Greta Togani, Edi Oga dhe Glen Laknori sjellin Kape Renën. Po mirëmëngjes, mirë dita. Natyrshëm. Pse se fillojnë numërimin nga fundi më dha? Thonë Gleni. S'ka problem fare, po bëja pyetje vetes tani, kush i zëri kujt është kjo që na tha emrin neve? Pse nuk e kishe dëgjuar më parë? Elsa, okay, se kisha mend. Koleg, pavarësisht nga konsiderata, më jep pak të dhënat e fundit nga tregu i naftës. Për fat do të mblidhet edhe bordi i transparencës. Unë e marr vetë 232. Nëse doni ta dini sa e marr, unë e marr 232. Sa e marr me kualitet, jo si ju domethënë. Po, pra. 230 e merr me oktan. 232 e marr, po. Ku tek oil me 3 shtoja? Sot. Po urdhërova. Pas tërheqjes ose zbythjes themi në anglisht të Trumpit nga lufta. Pas arritjes paqes 2 javore dhe mundësisë së shqyrtimit negocimit për një plan paqe me 10 pika, të cilat janë të gjitha në favor të Iranit. Jo pranov. Vjen keq. WTI crude, është një lloj nafte nga ajo që i hedh e Gleni. 94.69 barilja. Okej. Që do të fuqia 160 litra ka i fuqit. Po. Galloni. Ndërkohë, ajo që ne referohemi më shpesh Brent crude, është 94.36. Edhe kjo ka rënë 13.65%. Do të thotë çdo lek mbi 200 lekë të reja është grabitje. Pjesa tjetër është vjedhje, po çrënsika. Megjithatë ju thoni domethënë që çpun ka jemi ne me Trumpin tek e fundit shprehja famshme e fishtes. Sot e ardhmja i kafet Milotit tu fol për hallet e Inglizit. Ke parasysh apo ka thënë 100 vjet përpara. Mirë dhe verbosh për shembull. Po ama këta të faktorës bëni pyetje. Pa këto njerëz, se këto janë kështu. Srina si rehat. Pse domatja po kushton kaq shtrenjtë? Sa nafta pra i son? Po pse? Shumë është cilësore më mos ato domatet qershi. Po pse 7-8 lekë? Është cilësore. Sepse ne jemi popull domate dipendent, koleg. Unë kam zgjedhur me salcera domatesh. Ti merr nga ato të kalbur, besoj domethënë. Ose mund të se keni nga Italia me koli. Se ne keni nga një sezon që bën salca atje. Me çfarë mund ta zvendësojmë domatën? Sa soll e herë pritet. Domatën me koll, nga këto që lyej mureve çfarë. Po se që tha i autoritetit konkurencës, nëse keni kështu nepsa për djath parmigiano, këshilla ime është blini djath bardh. Se është i shtrenjtë. Se zëvendësohet patjetër. Është koha të lëm duanin ja. Me panxar të kuq nëse. Megjithatë, prapë ka faktore, thonë që 50.000 fermer kanë mbetur pa mbështetje me naftë në kulmin e krizës, pra nuk është se qeveria. Është vërtet. Pyetja e vërtetë është pse këta 50.000 fermer 49.000 votojnë leta, mos e fut në tema. Mos u merr me detaje. Mos u merr me detaje, burrë. Sepse u bë një si protestë. Po ndaj kryengritje në një gjë, s'ka domethënë në plan. Po pastaj thanë, "Jo, shikoj se do flasim shtator, kështu e lamna." Po normal, kur fillon sezoni i shkollës. Kjo është pyetje për ty se ti vjen drejt nga syu. Më thuaj. Kryengritja është para negociatave apo pas negociatave? Negociatave të kujt? Kjo është përgjigje diplomatike. Tani është momenti më i vështirë i programit, sepse ne do hapim një rubrikë e cila kurohet premeja dhe smuret prej kolegut. Dhe prandaj do që ta thosh, me që bëhet prej teje. Po të shkuar. Merr kont të fal. Rubrika ka një emër sintetik, quhet Turpi dhe Shëndeti. Shumë vlefshme. Dhe kolegët do shfrytëzojmë dijet e tua të kufizuara nga mjekësia alternative dhe kërkojmë përgjigje për të gjitha pyetjet që na kanë shkruar dëgjuesit në postë, nëpërmjet letrave, se ky është i vetë program që merr letra. E vërtet, nëpërmjet kullumbave i marrim këto letra. Do i mbuf tek tuk. Në rregull, atëherë fillohet ti pra edhe për respekt moshe. Tani, koleg, a e shëron hudhra mos mbajtjen e çiçit? Kemi kohë? Kemi sa të duash ti. Atëherë përgjigjja ime ndoshta duket pak zgjatur, çik shkencore, teknike, por jo. Kërkove kohë. Ai kërkon kohë që ta sepse procesova në analet e mia të shkencave mjekësore dhe përgjigja jo.
sepse ndoshta ti do doje një përgjigje me amfetamina, kodeina, neurotransmetitor. Po. Jo, s'ka. Është thjesht jo. Atëre, sepse kam përshtypjen se dijet e kolegut tek mjekësia e vërtet, pra mjekësia alternative nuk janë shumë të thelluara, më vjen keq. E vërtetë për alternativa. Atëre, një situatë reale, mbarojmë emisionin. Dhe do shkojmë te syçi. E kemi lënë apo jo? Gjiz, hudra, gajgot raki. Po. Pse shkojmë shpesh në banjo? Ndoshta ka rakia ure. E kuptoj. Jam proteksionist ndaj prodhimeve vendase. Marrvesh. Po në qoftë se pim lëng qepe esëll. Kaq. Doni përgjigjet më të gjatë. Ç'a ndodh? Unë them që ndodh ndoshta. Qan organizmi. Po jam na tregoj çik ta që ta dim në për qef. Atëherë bakteret që ndodhen në kavitetin oral, ju pëlqeu kjo kavitet oral? Po, nëse ju pëlqeu 500 lekë. Kjo është fjalë. S'kam lek vogla me vete, por jo s'kam, nëse i paguajnë me kartë. 500 lekë janë. Karolina pagoj çik. Dhe kur ti shkon në punë, të largohen shokut sikur me pas ngrën hudër. Do ti thua, po çep kam ngrënë hudër. Si ka mundësi që ti për shembull kujdesesh për veten, ha hudër në mënyrë që barbare. Po ti je mirë me shëndet, sepse është antibiotik natyral e kështu dhe nuk ke sukses me femra. Sepse koleg unë takohem vetëm me vajza që han hudra. Që nuk kuptohet. Nuk kuptohet. Ka një reciprocitet. Kam edhe një pyetje. Jo, ti merr konta e dashur. Domthon mos ha hudra, domthon Greta se i gjithë kjo gocë, domthon. Vjen keq, më falni sot, ishte mërkur. Koleg urthi. Urthi. Sa vezë në ditë duhet ha unë që të mos varet nga mallësia e vezës. Nëse janë vezë peshku 1.200.000. Okej. Vezë pule 12, vezë struci 1, ai tjetër kokës 2. Vezë pëllumbi? Në qoftë se ne Vezë pëllumbi jo, sepse kemi lëshuar. A keni parë ndonjëherë ndonjë pëllumb kështu të vockël jo? Pëllumb bebe? Bebe. Po. Kam pasur. Si quhet bebe plumb? Në kohën e Covidit kam pasur një pullumb, ka qenë doktor. Po. E mbaja. Qartë. E them se konsumojmë vajgur. Ora na ndodh në jetë. Po. Ç'a psojmë? Duhet deklaruar në mënyrë që të ulet çmimi i naftës. Aksiza. Ta ulim domethënë. Kujdes, sepse janë disa që bëjnë ca lojra të çuditshme. Që ulen galiç, po e themi, marrin çakmakun, e vendosin në pjesën e pasme në pjesën analitike të trupit. Janë kurioz të shohin se çfarë ndodh. Kujdes, nëse pi vajguri, atëherë do shikoni një kërpudh mbi Tiranë. Kemi te ministria. E kuptoj. Ju lutem Keli, mund të aplikoni ju. Tani unë nga që jam shumë familjar me trejet më të fundit të shkencës, teknikës dhe prodhimit, duhet ta kesh parasysh që unë interesohem shumë për të rejat dhe kurimet më të fundit, jo vetëm teknologjike, po dhe alternative. Dhe në Itali ka shumë sukses, sidomos kur mjekët italian e bëjnë Shqipëri. Po. Soda e bukës, a e shëron kancerin? Jo vetëm kancerin. Po. Shëron këto magjit, syrin e keq. Anijet nga ndryshku. Të gjitha këto koleg, lavamanin zhbllokon, domethënë janë ca gjëra që, kështu që unë urdhëro. Soda e bukës formuloj ndryshe pyetjen koleg. Soda e bukës ai shëron kancerin apo jo, domethënë se është. Përgjigja është e njëjtë me përgjigjen e Çiçit. Jo. Atë lutem, nuk se po ndonjëherë duhet. Nëse mulizmi i shprehur në kryengritje përdor sot bukë, ç'a ndodh? Ndodh që nuk e di pse Salajani i bin flokët që kanë mbjell. 3500 euro në kosh. Për sa i përket higjienës orale, çfarë është karyesi? Karies diçka e ndyrë, do thosha. Duket që në emër me thënë drejtën. Të lutem se kemi edhe vajza këtu që kanë. Jo molla karyesi që po e pyes ç'është, ma rrike dhëmbët, ri brenda goje këto. Etimologjinë e fjalës karies. Jo, më lutem po e pyes tamam për këtë. Po ju lutem mos i jepni konotacione negative, është thjesht ai është doktor. Respektojmë etikën dhe deontologjinë. Ju lutem. Karyesi çfarë është? Karyesi është një kavitet. E kuptova. Mos i pyesni çfarë është kaviteti, sepse përgjigja është e njëjtë me Çiçin edhe me koleg. Mund të bëjmë një pyetje? Çfarë është kaviteti? Kaviteti koleg është një grop.
Çfarë është gropa? Atëre, ke parasysh ngjitur me dajtin është mali me Gropa. me kavitete themi ne. Me kavitet. Ose mceku, Po ku bëhet ky kaviteti? Ku krijohet ky kaviteti? Atëherë ti e di që dhëmbi Po. ka këto pjesë përbërëse. Ka smaltin, këtë quajmë për smaltin. smartin. Dentina, Dentina, patjetër. edhe është dhe nervi. Edhe nervi. Po. Momenti është që në nerva. Po Zana. Urdhro? Zana e Fala bëj se se kam takuar, o sa ditë. Je i qartë Po koleg? Se kam në një pyetje. të lutem. Po, meqense edhe un jam njëjtë si Keli, shumë e fascinuar për të përdorur termat e duhur në shqip. Pas teknologjisë, në 2020-ën gjithëve ne na kanë instaluar nga një çip në besoj edhe juve këtu në qafë ndodhet. Ky çipi që kam unë në trup, koleg, a e tregon vendodhjen si Google Maps-e? Jo vetëm vendodhjen, po tregon edhe Ku jeti këtu? kastin e kredis, tregon qiranë e shtëpisë. Qëran, Po, vërtet? Po, Se gjitha. nga jo e Patjetër. Tregon se çfarë ke bërë dje dhe çfarë do bësh nesër. Po unë as vetë nuk e di këtë se çfarë do bëj nesër. Atëherë Po, duhet qipi? thuash 3 herë sim salabim. Sim salabim. Po kur mbaroj emisionin. Jo tani dhe jo ju tjerët. A më do ta themi në korë Po apo? të gjithë e kemi Jo, qipin. ka vetëm me Gretën vlla. Vetëm Greta. Jo vlla, jo, jemi në rregull Po, në çfarë do tjerë. Keni një Kaq. tjetër. Ti duhet urdhro? Të lutem shumë sepse jemi vërtet ajo që po më shohin syt këtu, Po, domethënë në radio, Sim Duhet i salabim. merrte çipin, sa të I dashur, urdhro. gjethet e mullagës, a e shërojnë ekzemën përfundimisht? Patjetër, vetëm se ekzema që çrohet nga Ju gjethet e lutem. mullagës duhet shëruar paraprakisht me kremra. E mora vesh. Kjo është. Do të thënë, sa 50-50 është mjekësia popullore me mjekësinë e OKB-s, po themi. Atëherë, në qoftë se mjekësia OKB-s është 50, 50 është mjekësia farmacia që kemi të lagje, pjesa që mbetet, 50 që mbetet nga 150, është kjo pjesë e mullagës. A është e vërtet i gjitha ilaçet e për sa i përket për të shëruar smundjen jo i gjejmë gjitha nën tokë, i kemi që i shkeli me këmbë? Mund të gjejmë dhe mbi tokë, sepse çka ke? merrni për çesh. Të për qeshur nga? Mund të Jo, gjej. në qoftë se ti mendon që Po sepse mjekësia ne është diçka që shkelim, bën për jo, qesh. jo, ne shkelim mbi tokë në fakt. Për shembull ne shkelim Teknikisht. çikore. Nuk Po shkelim çikore nën janë shumë tokë. mira për të zjerë, për t'i Nën pirë lëngu, për t'i ngrënë. Atëherë, Është, e ju mira lutem. është që ti shkelni zbathur që ty shërohen ato të çarat që keni ke gishtat. Nuk e di nëse jam i qartë. Absolutisht mund t'i qipo. Zjeni dhe ti pini lëngun. Unë kam pëlqen. çara në kërthi si duhet eci. Do shtriu përmbys. Kuptoj. Mbi një Do çikore. të bira ato të bardha. Mbi një çikore dhe thuaj Do të sim salabim. E shikoni që vetëm unë s'kam nevojë për sim salami, ju të dy. Atë mund ta provojmë. Nuk është rastisht për kjo. Nëse- Salabim, sim salabim, Nëse sim ke- salabim, Karolim. Nuk vlen sa i ta mbas emisionit. Nëse ke dhimbje në tajare, je ftohur në tajare. E Kjo kuptoj. gjëra Në që avion, në avion, në avion. Nëse ke dhimbje në avion, Si i bëhet? si mund Mirë, të Ju Tham do të ta të- shkatroni me kësi bashkë. Jo, Ju jeni jo. neuropat. Do të thënë ju jeni E qartë. Na Ne shau, Europatin më ato që duket të fusin na shau. grusht i ke mëlçia kështu nga jashtë. Faleminderit koleg, Faleminderit ju. Faleminderit shumë. 300 Javës- euro. Po. Ju lutem shumë kur degur zbres poshti, dua që Ma hata. me prerje Po te 100. vetëm jo, po. Me do prerje ma 100 tani. se herën e fundit ma futën. Më dhan a mund të- 300 euro, prerje 300. A, Nuk ma kuptoj. thyen asnjë. E qartë. Mund të paguaj me kartën, e fale. qartë. Me kartë po urdhër kam aparatin këtu, kaloj. Ja sa të largohesh nga transmetimi do Smjeti ka Keli. enkas. Si e ke Rëndësishme është që 1 2 3 4 edhe për sot ky program ka parashikuar që të ketë një të ftuar në studio. domethënë, Absolutisht. Kjo është pjesa ime e preferuar. Donim të ftonim mes Lakon? zotin Silvino, por Ja, jam mizen. E ishte duke donim qarë. ftonim zotin Gattuso me që i gjeta makinën që i kam vjedhuj, BMW Express. Pse? Gattuso është ai? Po. ai pra nesër shfuti Italia. Donim të ftonim gjithë yjet e Italisë, duke filluar nga Bastoni. Po s'ka hyrë për Italia, nuk ka Nëse hyrë. ai është yll, O Bastoni, ja diputa. Po donim të ftonim edhe të ardhmen e futbollit italian, Padre Pio. Padre Pio, Po, Padre. pra, po. Gjyqtari i takimit flamurtarit e UTA zyrtarisht nuk ka motor. Donim të ftonim zotin Todhe, po nuk ka se. Është, okay. Donim ftonim Zhegrovën, po. i cili luajti shkëlqyshëm. E pam dje. Apo jo koleg? Oh, Zhegrova ka shkëlqyer dje. Po, Kishte edhe ditëlindjen. Ka lut burlan me çunat. shumë bukur. Unë se marr vesh këto trajnerët e kombëtarës, i marrin lale atje dhe si fusin. Po pse i merr letrin Italit paktën? Ka dhe mos e ky joni. O ma do Të luaj paguaj sot kot. nuk lu fare. Nuk lun molla. Edhe këtë hoxhën ato që mori ky joni, i merr domethënë nga Turqia, ato ai është më i miri në Turqi, lale e merr edhe se fut. Po Donim çfarë merr vëlla? donim të ftonim Muçin, thjesht për të thënë kush e sha Tiranën.
Mos muç ose s'dinot. Mos muç ose s'dinot. Më fal. Ti ore muçi. Po. Megjithatë, ky program nuk mund të rritet pa të ftuar, apo jo? Se asnjë nga këta nuk pranoj domethënë. Jo. Po është njëri që pranon. Po, është njëri. Dhe patyshim, ai është Egi. Mos u çoni. Sa më kishte marr malli Egi nuk e ke iden. Është më e pakta që mund bëj po jo. Se ky është moment pa pagesë. Është momenti për të qenë edhe më serioz në këtë lloj programi, sepse ky është një program që formon publikun, apo jo? Falur jam gjithmonë serioz. Po, divulgativ, është kaq shumë divulgativ sa vetëm me shaka që ditë bëhesh italian. Me mbante. Pse flisni jashtë? Opa, se kështu ja mundtojnë me transmetim. Kjo ishte Karolina Jugut. E kuptuam e qartë. Tani çfarë doni, se unë jam serioz këtë emision. Me që jemi gjithmonë tek pyetjet politike. Patjetër, si doni. Nëse, më fal se të kam pyetje. Skap, nuk e kam problema, unë njësoj ndjej për ty. Nëse rilindja do të bëjë një referendum, që do e bëj? Patjetër. Ti beson që toka është aq shesh sa që Zeqinea e thot? Shiko, në politikat e rilindjes ose të majtave, mund të themi dhe ekstreme në gjithë botën, bujqësore, në të gjitha llojet e politikave, të majtat edhe veterinare, të majtat nuk para bëjnë referendume. Domethënë i mshojnë dhe pompojnë një tjetër gjë që ne i themi propagandë, kështu që nuk besoj që do bëjnë një partia socialiste referendum. Nuk e besoj këtë. Po ky është opinioni im personal, kurse nuk e besoj, nuk ndodh në PS. Po në një fjali. Unë mendoj por Zeqinea e ka me Gazbardhin i dashur. Nuk e ka me referendumin. Çka ka me Gazbardhin? Se ti vjen e pi gjini, thoshte. Ti vjen tha atje dhe pi gjini. Gjin me qoftë, a? Gjini. Ti pi gjini. Kolegë pi ndër gjini? Gjinin e botol. Po. Gjini edhe botol. Kështu që unë nuk besoj. Është i çik përgjigje kështu kjo, po nesër. Nuk po pëlqeu si përgjigje. Nuk ishte shtëruese siç janë përgjigjet tua zakonisht. Dakor, po përgjigjet nga herë nuk janë për të eksituar ty. Janë nga bukuria e gruas vjen dhe e gjy. Okej, qartë. Ky nuk i ndinjon të thellohet në përgjigje, kështu thashë. Unë mendoj të japim një tjetër mundësi. Kam unë një pyetje. Jep se kjo te përgjigje para dështoj. Si tha, nuk i ndinjon të jap një përgjigje. Nuk e thashun këtë. E ka thënë Zeqinea. Egi. Këtë e tha Gerta. Egi. Po e dashur. Me që presidenti Trump thotë që do naftën në Iranit, ne pse nuk ja bëjmë naftën al petrolit? Pse po godasim al petrolin? Tani, e kemi personale. Tani dëgjoni me vëmendje. Dy versione ka thënë kryeministri për naftën shqiptare, të Shpiragut. Po. Kur kur sa erdhi në pushtet, që sa u stabilizu, domethënë tha, kualiteti i naftës ton është po i njëjti asaj që ka Arabia Saudite. Wow. Dhe në versionin e dytë që kanë nxjerr pak po themi para brenda vitit, tha, nafta jonë është jashtë standardit. Tani unë po merrem me pjesën e dytë. Sot për 1 prill. Jo, ka thënë për brenda këtij viti po themi. Po më ke fakt. A punon ke në televizion me motor? Po merr lexoni një ditë me fjalët gjys për gjys. Nëse thua e ke fakt, thua e ke faktoje. Ke faktoje. Atëherë ka dy versione. Ke të parin që nafta. Po po referohet që nafta është jashtë standardit. Ai kuptoj. Dhe unë prap mendoj që edhe nga që është jashtë standardit, ne duhet ta kemi falas naftën. Ke të drejtë, ndërsa unë mendoj se ti je komunist. Naft falas nuk ka. Dakor. Ku ke gjetur çik të përvojë? Dhe këtë njohje. Në udhëtimin tim bashkë me ty. Kush të pyeti? Hapet vetë. Ilia Shyti. Po, dakor. Kështu që mendoj që isha çik më Ishe shumë i qartë. Isha në ujërat në territoret e ndu. Kam unë pyetje tjetër, por me që se kemi sot ftuar dhe është okazion, nuk para vjen, po që tani që kemi një drejtor të ri të policisë, çfarë të ka bër Ula për drek? Ula më ka bër sot për drek për izë vërtetës. Ul me pilaf. Po. Jo, nuk ka bër faqe. Që ne grekët quhetemi thjerza, si thoni shqiptarët, me byrek me spinaq. Janë ato fasulet e vockle. Po i referohem intervistës që bëri zoti Mitat Havari përpara 3 ditëve i ftuar në një podcast. Haviari që tha, nuk mund të jetë detoj përgjithshëm policisë 30 vjeç. Nuk mund të jetë në të gjitha dimensionet. Nuk mund të jetë. Është e papranueshme. Kështu që po i referohem përgjigjes atij. Më fali sekondë, ushimin e 25 vjet karriera, po që atëherë që kur je i vogël që çfarë do të sjellë babi për vitëri, më sjell një makinë policie. Apo të bukur kush të shef. Faqeja. Faqe. Herë në fundi kam grën faqe, isha me një zonjë që e kishte emrin Shpresa në greqisht. Po. Tash edhe ti apo është 1 prill sot edhe thubi njështra. Në këtë rast ishte Ula. E kuptoj. Që më ka bërë thjerza me bërg mësunet. Po mirë. Le të bëjmë. Mua kjo qeverim duket shumë cilësore, nuk
Arritëm deri këtu. Ja, dallojnë që është opinionist. Me që Plutoni ka hyrë në retrograd. Po? A mendon se Erion Braçe do të bëhet kryetar bashkie në Tiranë? Unë do doja shumë, e thash dhe kur në krye të erës kur filloi emisioni, unë e mbështes. Pavarësisht. Okay. Jo, unë me Po PD. ti kishe pas Erion Velirin çok klasë më. Ju lut, pa ai është në burg më. Kur dalje ai. Po ti pse si janë në burg ti? Po base do vi dhe ditë po futem në burg. Po quhet më, dhe ky mund të futet në burg. Patjetër. Mos mu pëlqen. Okay. Burgu është për burra ja. Pastaj pastaj ç'a pozicioni do marrim. Pastaj ç'a pozicioni merr bashki kjo nuk varet nga unë. E kuptoj. Duhet zgjedhim kryetar herë, pastaj do merrem me mirë. Mua pëlqeu shumë kjo përgjigje. Mendoj në një moment të caktuar, sikur të jenë dy kandidatë rival, ëh, të jetë Erioni. Po. Edhe? Po për dy Erionët. Po kandidati që hyri nga gara dhe pastaj doli nga gara? Florian Binaj. Po pra. I opozitës. I Flori pra. Deri atëherë Flori dhe Erioni. Deri atëherë do presim. Por do ngjelet një njerëz për cilin un kam një lloj dobësie njerëzore të veçantë. Absolutisht pa. Nuk e di domethënë. Janë në pilula, ka punuar si në gjallë. Thuhet pilula apo pilula? Pilula. Zakonisht burrat nuk përdorin pilula. Megjithatë, besoj përgjigjja ishte konform rregullave. Mua pëlqeu shumë. Fare, nuk pëlqeu. Unë personalisht sot nuk je në formën tënde më të mirë. E ke shumë gabim valla. Po përgjigjja të sinqertë ata. Ai më intereson mulla. Vlerësoj sinqeritetin në këtë ditë të shënuar. Po doni ecim. Egi, më ra mua kjo pyetje. Çfarë do të thotë në gjuhën e sotme shqipe shprehja më mirë se i vogël? Ç'është kjo? Thuaj tamam fjalën, siç është përdorur. Ti ke shkruar koleg? Jo, nuk kam shkruar gjë, unë nuk kam shkruar. Më mirë muçi në stol apo i vogli në diell? Unë jam vegetarian. Alo. Madje. Ste lenjeri me ran tok. Përshëndetje. Përshëndetje të treve. Unë jam Stella, jam ajo influencerja që ju ka marrë dhe një herë tjetër. Është kënaqësi e veçantë, mirë se erdhe. Si jeti? Që unë jam mirë, po ju si keni qenë? Mirë, Stella, faleminderit. Si është Tomi, si jeti Enkal? Toma është ke flutra, merret me flutrën e kabinës time. Cili është Toma? Tom Kuka pra, si Stella është. Në emrin e artit, sepse unë hiprat e Tomos i lexoj nga 2 herë secilit. Vërtet, cilit ka pëlqyer më shumë? Shkon shpesh në banjë. Si kuptoj. Mund ta pyesësh vetë, këtu e kemi. Si ta pyesësh vetë. Mua më pëlqen më shumë ora e Lika. Lika, është ora Likës, ke parasysh? Si? Por do e lini ato tajroset asi e keni hallet. Më pëlqen shumë ky romani që ka shkruar për këtë misionin amerikan i rënë nga qielli. Po, i fundit. Ka të dhëna ai si shkrimtar. Ne kemi te ora letrare, domethënë. Ka problema apo ka? Si Stella i ka ca pasion. Influencer është fundit. Po, unë tani po bëj një live të radhës, pra ju mendoni se po më përtorni mua, po ju përtorun ju, sepse ju kam nxjerr te Instagrami im. Sa mirë, faleminderit. Nga po na merr? Ku fal bëj një pyetje. Unë po ju marr nga shtëpia ime e cila sot është e patjekur, fal Zotit. Sa mirë, ky është lajm i mirë. Ky është lajm i mirë. Sapo thënë gjë shumë të mençur. Po, dhe sot kemi pompën e radhës. Është një super pompë. Pompa? A pse ke? Ka akoma pompa? Pompa që hidhen në Iran. Bombën. Një pompë. Atëherë unë të qoj në korridoret e ndryshme ku qarkullojnë thashë theme dhe lajmet të vërteta, të qoni pompën e radhës për Arpana Osmani. Wow. Na intereson shumë misteri i Trileçës. A dini ju që Arbana nuk po merret më me televizion, se po përgatit një projekt sekret në laborator? Po ne po e shohim televizor aty ke ferma. Nuk është Arbana ajo, është një fotokopje Arbanës. Fotokopje. Po ta shikoni, Arbana nuk do kuçonte të fishësh ai skandal. Fotokopje me ngjyra besoj. Po. Nuk është 3D. Purimet e mia. Që s'ka një ngur, ajo po patenton një Trileçe Smart. Wow. Aplikacion është ky? Çfarë kjo Trileçe Smart do kishit pyetur ju, po. Mendova se është aplikacion. Për shkollë të mesme. Trileçe Smart është një ëmbëlsirë të cilën kur e ha të vjen direkt sëri Arpanës në vesh, duke të thënë: "Kësuar, ti je i preferuar i publikut." Nuk e di nëse është mak. Po. Ka një. Që i bën njerëzit të ndjehen mirë apo jo? Po shumë mirë, ka thashë theme të tjera që ajo nuk pranon të bëjë asnjë punë shtëpie, nëse dikush nuk i thot më parë: "Arbana, follai mat ka një mesazh për ty, fshi plurat."
Nuk ajo ka ndryshuar tani. Po hym tani. shumë në privatësinë e saj, Ajo ka ndryshuar tani. Tani nuk është më vllai i madh, është agaj. Është agaj, po. Fakiri, janë këtu gjëra kështu. Po është akaj. Jo agaj. Po unë nuk I them këto pashkëtin kollore të forta. E kuptoj, e qartë. Më ndje. Pashtin kollore. Por liçon ç'a thuat. Po ç'pu ka Ledion liçon. Le më ta thotë çik më le, më lesën moshi jemi e burr. Ha, jepi. Atëre. Thuat se Letioni ka një marrëveshje me NASA-n. Syset e tij nuk janë për tjellin, po janë me reze infrared për të talluar kush ka veshur imitimet Made in Kapi në rreshtin e parë të spektaklit. Ervin Kapi? Made in Kapi. Kapi është ai që ju merr se juve ndonjëherë në telefon Koshi. Koshi, mendova se është folje. Jo, nuk është folje, është për emër pronar. Thuhet se Letioni nuk piu normal, por vetëm ujë të bekuar nga stilistët italian që të mos I prishet diksioni kur thot amazing. Bravo, I qofshi paskarit sa dite. Nëse doni t'ju them diçka për Alketa Fejsion. Të lutem. Sot që ke domethënë me pompa që ke mirë. Po. Raketa e Sanremos quhet ky si thashë the. Raketa e Sanremos. Po pra. O sot ule pak sërin se kjo dëgjon edhe pa internet. Alketa nuk është thjesht moderatore, është fenomen fizik. Këtë e dim gjithë. Po. E dini pse flet aq shpejt Alketa? Jo. Sepse ajo po stërfitet për të thyer shpejtësinë e dritos. NASA ka thirrur për të parë nëse mund të dërgojë zërin e saj në Mars para se të atje të arrijë raketa Elon Muskut, pra përpara arrin zëri I raketës. Edhe një gjë tjetër në lidhje me Sanremon. Thuhet se ka rezervuar për Sanremo në fitit 2045 dhe ka filluar të qaj që tani ka kësimi që të jetë e përgatitur emocionalisht. Alketa. Me që meresh me po themi me botën e showbizit, me gossip, me këto, të të bëj një pyetje kështu, po themi më tepër kështu si kureshtje. Ky emisioni që bën Keli me Edin mëngjes, si të duket? Atëre kam edhe. Çfarë flitet për këtë? Ja ta them unë sepse edhe për këta të dy Telençit un kam një wow. Kështu thot babi im, unë nuk e di domethënë si fjalë, po të rroj babi ti. Dolën këta Telençit. Okej. Atëre por enkel temin. Mbas vdekjes, ha. Ua, këtu e kisha për Zotin e kisha të shkruar. Do një gjë për Eti Manushin? Eti Manushi është ky prezentatori historik I Top Channel. Që bën episode sportit. Po. Atëherë, ky tani ka dalë një sekret, ka dalë një dokument që vërteton që Eti Manushi nuk plaket. Kjo është është I njëjti që nga viti 1998. Bravo. Thjesht ndryshon ngjyrën e xhaketës. Kjo është merit apo? Nuk e di se çfarë është, po është një gjë që e kanë vënë re. Sekreti I tij është që ai flen në një dhomë me presion të lartë. Ku transmetohen në fund vetëm ndeshjet e kategorisë 2 të kampionatit shqiptar. Shiko. Me presion. Kjo janë pa nervat celik. Kjo e bën që mos çmantet. Plus besohet që ka dhe një buton në tavolinë që kur dikush flet shumë I lëshon rrymë të karrikës që të ndrojë temë. E keni parë se si bëjnë? Sa mirë informuar që je. Do të thotë ka si butoni I bashkimit. Ato thashë themet nuk janë të vërteta që ka pas lidhje me Jeffrey Epstein apo jo? Atëre jo vetëm që janë të vërteta. Tani. Jo vetëm që janë të vërteta, por mendohet që Eti Manushi ka qenë furnisuesi kryesor I Jeffrey Epstein. Bravo I qoftë Edi. Me personalitete të cilët të thon tokashesht. Pas ka pas prurje baçja e tij. Tani çdo gjë bën. Faleminderit, na kënaqe. Faleminderit, ju përshëndesim Stela me një këngë. Kur shkonin atje, ato ishin pa frim. Kur ktheheshin ishin me frim. Ishte shumë e qartë. Stela, mos do një këngë nga Lady Gaga? Nëse më vën një këngë nga Lady Gaga, po ne do të themi Briani ta ketë parasysh. Puth në pus. Në pus. Të puth në pus. Ose edhe mund t'i jepesh po deshe. Faleminderit, do dëgjojmë me kismet Zotit lagjën tjetër. Kur të tonë, lagjën tjetër. Në rregull. Vetë Zoti Trump ka bërë një paralajmërim të vogël, ka thënë mjaft na morët për çuna të mirë domun. Që do të thotë? Që do I nisim sulmet nëse Irani nuk pranon marrëveshjen për Thamore. Do t'i Si ka mundësi më? Nuk e di. Pse bëm kështu më gole? Ndërkohë që përpara 2 ditësh vetë tha,
vet tha, domethënë që ata janë telefon larg me të bëjnë telefon. Asa është i mirë, është i mirë. Është i mirë. Besoj që është pro paqes. Ti këtë mendim ke, ëh? Po. Megjithatë kanë nxjerrë një foto, një foto që e bërë me inteligjencë artificiale. Vetë është i veshur me një kostum të zi. Po. Syze terta. Po. Jo si Rena Kapës. Jo si tuat. Mirë, unë s'kam syze, kam sy tjena. Dhe mban një automatik në dorë. Në këto AZ që Aleksandr Kalashnikov 1147. Po. Ka të model 56. E kuptova. Mban një në dorë dhe mbrapa në fond ka kështu një kodër e cila është duke u bombarduar. Që duhet të jetë preza vogël. E ka fut vetë në postproduksion me jeshile bëhet me djegje. Irani nuk po e gjen dot rrugën e vet. Ky ja ka tregu rrugën, po ata nuk po e gjejnë. Kupton apo jo? Ata gjurmët. Ata nuk e dinë si të nënshkruajnë një marrëveshje jo bërthamore. Më mirë të vinë shpejt më vete thotë, sepse nuk ka rëndësi fare, nuk ka rëndësi. Rob të themin, a? Nuk ka rëndësi. Rob në kuptimin si pengje? Rubla, është lengje të shtëpisë. E kuptova. Megjithatë, unë jam shumë i kënaqur sepse nga jo fotoja shpe. Jo vetëm nga fotoja, por thuhet që gjithë këtë punë thonë gojtë e liga, ky po e bën sepse po akuzojnë për atë Epsteinin e tjetër. Akoma ke Epsteinin valla. Po, sepse gjitha rrjetet sociale përfshi dhe këto shqiptarë. Shëndetrojnë çke. Fjalë vërtet se më qenë fjalët e Epsteinit. Që presidenti Donald Trump dhe pedotrafikanti, quhet e re kjo, pedotrafikanti. Ja trafikant e vegjël, zëngjin të ri. Bashkë me një vajzë me një numër vajzash të mitur. Shoqëruar me pretendimin se këto foto kanë qenë pjesë e dosjeve të Epstein, për cilat po flisë Keli, madje ishin bërë publike nga Irani. Po Irani çdo ke Epsteini apo. Si më thën, është një kështu një farë hakmarrje ndaj këtyre kërcënimeve. Me bot disk kështu. E din. Tani faktoje. Po ta çaduta. Ta mirë janë me Shqipërinë. Ç'pun kanë. Ama mos ja përmend kaq shumë emrin, lutem. Se hyn ke reklamat pasaj. Po se punojnë, më jepi Cezarit atë. Çka kanë bërë? Me anë të motorit të kërkimit pamor Google Lens, gjetën se këto pamje, që fillimisht ishin postuar në TikTok më 15 nëntor të 2025-s, pra përpara se të ndodhin sulmet Izrael-Shëba kundër Iranit, janë të rreme fotot. Shiko. King Charles does not want Iran to have nuclear weapon. Ka të si dhe shuzën ka fotë shumë bukur. E para të që i dha dorën vet atyre të stafit, i tha ti Briti Charles Risa i takoi unë. Si e pregull shpatullat të urregullat. Por midis tyre fotove kishte edhe disa të vërteta në këto foto. Për shembull, një foto e Donald Trump, grua së tij të ardhshme Melania Knaus, Jeffrey Epstein dhe Ghislaine Maxwell në një festë në Mar-a-Lago në 12 shkurt të 2000-shit, shfaqen dhe në bibliotekën Getty Images. Domethënë që Getty apo Getty. Po çrëndsi ka mor shok mormi. Po çrëndsi ka është dialektore apo por shumica e këtyre imazheve janë falsifikime të gjeneruara nga programe kompjuterike të inteligjencës artificiale. Tregojnë personazhe me lëkurë tepër të lëmuar. I bëjnë njerëzit të duken si kukulla, personazhe me lëkurë tepër të lëmuar. Si këto vajzat e Instagramit, ke parasysh do të filtruar e Big Brother. Tani pyetja qëndron këtu tani, derisa ky nuk e ka më problem këtë punë Epstein, sepse këto thonë janë lajme të rëndë. Ky pse i bie Iranit më? Mos është pozitiv vëmendje. Le ti bjeri ku ti bjeri vetes time mos ti bjeri. Dhe mos harroni që ky program është një prodhim autentik i Club FM në bashkëpunim me Faktoje dhe mundsuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Transmetojmë në një kohë si në Club FM Shqipëri, ashtu edhe në Club FM Kosovë, por nëpërmjet aplikacionit dëgjohemi gjithë botën. Mos harroni, aplikacioni Radio Club FM është portokalli. Ore Putini na dëgjon? Po. Unë mendoj se po, dhe do më vej shefi nëse Erdogan. Babi? Ja. Ndërkohë që ne mund të komunikojmë me njëri tjetrin, ëh? Domethënë, ne presim mesazhet tuaja. Armando Broja, Dua Lipa. Dua nëse na dëgjon, na dërgon një video nga dushi. Kujt? Video të dushit, çka kuptove? Nuk tim dushit. Jemi kurioz ç'a dushi përdori nyjen. Se si njeriu, domethënë mund ta shpenzoj jetën dhe të bien dashuri me njërin që ka emrin Kallup.
Kur ka ndodhur? Callum Turner. Ashtu ka kalluar? Kallupe ka. Nuk e di e pat që Meloni kishte postuar një foto në rrjetin social X me inteligjencë artificiale? Po, ishte me inteligjencë artificiale, ishte ajo me të brendshme mbi një shtrat. Dhe parlajmëron të gjithë, dëgjoni Kaperenën dhe faktojo ju ka mësuar. Jo, e ka publikuar vërtet dhe madje është bërë nami nga me Google Lens. E kemi gjetur. Jo, është dallohet që është inteligjencë artificiale. Mund të ketë ato 6 gishtat për shembull. Nuk është ndonjë problem domethënë. Madje e kishte horizontalisht atë kapelen. Jo, e ban vetëm vertikalisht. Si gjithë gratë. Prandaj. Ndërkohë që kemi hapur një temë. Çfarë do t'i thonit juve këtyre lacave që bëjnë xhiro me makinë dhe që na çajnë mendimin për jetën. Po, këta është bënësit fort. Këta që gjërojnë gomët. Që parkojnë trotuar. Këta që parakalojnë nga 2 krahat. Këta që kanë BQ të zhvilluar apo se themi do të. Këta që kanë 5 pala mbas qafës, 4 i kamun, edhe një duhet bëjmë lart. Okej, kuptoj. Ti shumë afër lacit. Ja ka një mesazh në fakt është goxha problematik, fatmirësisht. A ka një doktor këtu? E kemi një doktor këtu, sepse dikush është duke qarë. Po çaj nga të qeshuret në mes të zogut të zi me Stella Ahmetin. Koleg sa keqe që e humbe si. Të lutem, nuk e di po isha në tualet edhe. Okej, nuk kemi nevojë, domethënë nuk e di pse në Club FM tualet dëgjojnë radio tjera, domethënë radio shqip. Kuptoj se qartë. E kemi të lidhur me aplikacionin, prandaj. Okej. Por mos u mërzit se do ta ndrojmë. Domethënë nesër që është e njëjtë vendosim muzikë radio popullore. Sa mirë, ka lezet. Pastaj mos thoni pse dalin pikat jashtë. Do kërcejmë. Tani është momenti për të pasur dhe ne një ftuar në studio. Sot është niveli i lartë kam përshtypjen. Meloni tha jo, sepse po merrem çik me këtë. Jo. Këtë foton. Duke parë foton unë e mora për të vërtetë, domethënë dhe i rash dhe telefonit të Moana Pocit. Non c'è. Na ka lënë. Nuk ishte, nuk e dia, s'më kishe sa të filmi se kam pa deri në fund. Atë që më dhe ti me kasetë super vësë. Shiko, po të duash të jap një film tjetër, njësoj kam finale. Okej, në rregull. Pastaj Cicciolina, Cicciolina, po. Nuk pranoj. Nuk pranoj. Ilona Staller tha jo. Nuk, asajo. Rocco Siffredi. Të lutem Fredin, Katalin Kemp. Merr Fredin tha më mirë, domethënë. I thash Fredit, ai ishte i zënë me disa po merrej me disa komplote botërore, por tha jo, për emisionin tuaj jo. Kështu që kalova tek sektori i politikës. Mirë bëri. Ervin Salianin kërkova të parin. Po ç'ndeshe? Tha tha se ju jeni me doktorin. Atëherë mora doktorin. Po, ose tha se kam punën me kongresin. Ka konflikt ai këtu, nuk janë. Me Remen, jo tha se jam në gjyq, se jam duke hedhur. Pastaj mora nga krau tjetër, sepse normalisht për para kondiço, Arben Ahmetaj. Po, jo tha se kam lënë takim me Chimpegën. Domethënë mora Chimpegën, jo tha dhe Chimpega. Pra, kështu që kam bërë një shëtitje shumë të gjatë dhe në fund fare thash, okay, po marr Egin. Marrim Egin edhe sot, pra kemi të ftuar, nuk e kemi sot. Nuk është, por programi nuk mund të rri dot pa The show must go on. E ftuar sot në mënyrë të jashtëzakonshme, nuk ka ndodhur asnjëherë gjatë gjithë këtij programi, gjatë gjithë sezoneve të këtij programi, është Greta Togani. Jo, nuk më besoj. Ëndër e kisha patur. Të intervistohesh. Pyetësorin ta fillosh ti apo ta filloj unë? Po meqense ti ke folur gjatë. Po, filloj. Më lër mua që të bëj pyetjen e parë, ndërkohë ti mendoj për dytën. Dakor. Greta Togani. Po, doktor. Tani që Saliani e quajti doktorin Sali Koltuku, si po shkon me problemet e gastritit? Atash, dua të them që me gastritin kam një marrëdhënie shumë të sinqertë. Me gastrit patos. Gastrit patos. E mendova të betohem. Marrëdhënie sinqert kam. Ka marrëdhënie sinqert. Më sinjalizon kur kam nevojë të vjedh, për shembull nga si deklaratash. Çfarë pike, domethënë? Deri në pikën e fundit. Po. Shiko, bëjmë një pyetje në mes, nuk është parashikuar. A mendon ti që vetëm me një përgjigje të gabuar mund të humbësh punën e para mëngjesit? Jo, mendoj se do të nevojiten 7, se çka një fiksim 7. Sepse domethënë sa trimëri kishte Herkuli? 7 trimëri të Herkuli. 7 trimëri, domethënë dikur I kemi paston tokëlliqet e Herkuronit. Po, super për këtë tash. Shumë e bukur. Megjithatë, Greta,
Po Keli. Sipas Eurostat, shqiptarët investuan 670 milion euro pasuritë palyqme jashtë vendit. Çfarë thua? Ty të duhen ende 7.000 euro dhe përse? Po të betohem, më duan 7.000 euro. Po jo për të investuar. Po për çfarë? I kam borxh. Si i ke borxh? Kam borxh. 4.000 i kam kredi dhe 3.000 i kam borxh. Si mund të kërkoj njeriu lek borxh për të për shlyp borxhet? Të shlyp borxh. Jam i sinqert. Sepse se ke provuar asnjëherë koleg në lëkurë. Kush nuk e bën? Po, un kam qenë mjeshtri borxheve. Ashtu ë? Po. Un kam marrë një herë 2000 lekë vjetra borxh. Edhe? Kur kaloj një supermarket shumë i famshëm, kaloj afër The Blonde, i thonë shqiptar. Ka një ngjashmëri të jashtëzakonshme, është diçka mes Robert Redford dhe Donald Trump. Po. Dhe i tha, "Çapo? Merë dhe nëse do marrësh borxh, më tha, duhet marrësh ta si zotri. Sa më shumë tha, me miliona tha. Sepse njeriu tha nuk mbytet me i pikuj tha, mbytet në oqean. Shumë filozofi e gjatë. Dhe ti bëre? Unë ktheva 2000 lekë. Nuk më zuri gjumi derisa nëse ti merr 1 milion lekë vetra dhe nuk i kthen, maksimumi të rrahin. Po morin 100 milion të ruhen me bodyguard. E vërtetë është dallimi. Prandaj të lutem, rit pazarin nga. Duhet merri. Dhe mbi gjitha ki besim tek resurset që të ka falur I molli zot. Atëherë Greta, një tjetër pyetje e cila rrezikon të ndalesh me asistencë sociale, mbas kësaj. Ose të më ishin nga puna. Pikërisht. Greta, në 8 maj do të kemi sërish kryengritjen e kilometrit fundit. Yay! Haj dimu në fund sa I gjatë ishte ky kilometri. Amon, më jam. Patjetër që e di. Okej. Se nuk kam dashur t'ia tregoj Egi, domethënë se ata I ka mendimet e veta, po. Një shekull kishte 15 vite. Patjetër. Kështu që koeficienti për tkurrjen e kohës është 0.15. Në bazë të kësaj, I bie që nëse me një implikim të thjesht logjik, matematikisht do të korespondonte me 150 metra, po ti do thuash është shumë I shkurtër. Po. Po është elastiku. Dhe ka dhënë matematikën ty. Bukurosh e Nika, I kishte linjën ndje. A ka I pyetje ndërmjetme. Ka qellu ndonjëherë që ta zësh gjumi atë tipin? Kur keni qenë duke 3 vitet e fundit paktën po. E qartë. Atëherë koleg, pyetja numër 4 është për ty. Është një pyetje. Është pyetje për mua, por nuk e di, domethënë nëse kemi të drejtë vazhdojmë me pyetësorin apo po. Atëherë. Undër situata do të thotë për Sharon Stone. Po, zonjë. Ka dalë me bikini, megjithse është 67 vjeç. 6'7". 6'7". Si të duket vetja aty pas 2 gotave rum? Edhe mua si. Sigur kam qenë on të Basic Instinct. Dhe kam qenë fakt. Ka që plakur? Sa Sharon Stone? Na është bukur sa ta I film. Domethënë, futin në pa filtra, nuk shifen. Domethënë, shohësh një grua me rrudha këtu në bark, këtu tek vitet e tjera. Jo çdo gjë mund të guxoj. Edhe moza guxon, por nuk është se nxjerrin duke u lanë banjo me rroba. Ajo tha vetë, shoh do dal. Gabim si, domethënë. Është çështje shihesh koleg, mos gjyko kështu. Po jo pra tani, sepse ajo po ndihem shumë e fuqishme pas 2 gotave rum. Në disa raste njerëzit kërkojnë imazhin e Rozinantit të Don Quixote. A doni dalun me bikini? Jo, ti jo, koleg. Grita po? Jo. Greta, pas ripërqafimit të udhëheqësit me zonjën Pjepri në Samit, a mendon se I dajet beqire shumë seksi duke u nisur nga mbiemri? Nga mbiemri po, patjetër që po. Bifak. Pse si fjalë shumë e bukur. Bifakt. Fakt, është vërtet. Po, në fakt, po. Mendoj se është shumë seksi, po. Ku? Të mbiemri. Vetëm të mbiemri, është fjalët mund të dashurohen. Dhe pas atij përshafimi sikletshëm, e thën drejtën, patjetër që dhe I dajet beqiri dhe shumë si ai do të duken seksi. E di pse mua më pëlqejnë në djemtë e sotëm, sepse nuk e dallon dot kur yndyrën në flok. Se I qetin shkurt. Por un kam një tjetër ashtu, përse kur përqafon ai atë, pësojnë ereksion grubar elementar djemtë apo? Okej, e qartë. Kjo është mua më pëlqen ajo në pjetore unë jam urë. Nëse. No. Greta, me që je nga Vlora, na recitoj një vjersh të Mozës. Dani. Deti. Deti ishte blu. Unë isha aty. A e do faturën vllai?
E kuptova. Kjo është e Mozës. Po patjetër. Mimoza Cufi. Që nga super. A ke provuar që këto lloj poezisë, si quhet kjo në një strofshë? Jo, nuk kjo në stilin japonez. Do thosha aikos, po më mirë themi haiku. Haiku. Do të testoj tjetër. Longfellow. Kem për shkollë. A kemi për shkollë? Prandaj. Ajo që do të ajo është i mblidhi këto. Po do ta bëj patjetër. Dhe boton, nëse ajo e ka titullin Delirium e ka. Edhe ti vije Delirium. Si pishari. Greta. Pasi Grida zbuloi pasurinë e Kleviolit ose Slevio Serbiano, diçka e tillë. Slevio. Po, 2 milionë euro tha kam. Po. Ty akoma të duhen vetëm 7.000. Ja. Tani duhen. Më duhen 6.999 tani. Se 1 euro e humba duke dëgjuar këtë. Apo duhet të rrisë standardet. E tërheq, a mund ta tërheq dhe të kërkoj 3 milionë euro? Jo, ule pak. Po Slevio? Po tani ai ka bërë me djersën e ballit, domethënë. Po pse unë s'do i marr kot? Greta, nëse në PD do të kandidote Slash. A do të merreshim ne me flokët e Meremes? Po patjetër çdo merresh. Shtirega, madje do vendosej standard i ri. Program politik voluminoz. Programi mua i zonës Mereme pëlqeu shumë, ajo tha që unë jam vetëm kandidati që do merrem me të vdekurit. Që të kemi respekt për të vdekurit. Po, në fakt e tha. Çfarë do bënte? Do vendoste ndriçim varreza çfarë? Nuk e di. Por askush nuk është marrë me të vdekurit, ka thënë ajo, domethënë sepse edhe të vdekurit kanë dinjitet. Domethënë mua si program pëlqeu. Domethënë nuk e di, Merema punon në morg. Ndoshta? Jo, çon në morg. E kuptoj, e qartë. Ai ishte dje për dinjitetin e dëshmorëve. Tani kjo do ta hedhë në gjyq doktorin. Mendoj se po. A do e bëka të vdekur, domethënë vjen keq që po ta them. Po, si mban do këto gjyqet. Po. Mirë, po shkrihet Bora, dimri po shkon. Bylbyl i varfën, pse po gjëmon? Gjithë fushët e malet, blerimi mbuloj. Livadhi e tema, gjithë ka lulzoj. U qel kafazi, bylbyl flutro. Ndërpyje o graja, bylbyl shpejto. A mund të themi që ka pas një parandjen që atëherë. Jemi gjithmonë në KBR në radion kombëtare Club FM. Dhe në Club FM Kosovë. Përshëndetje. Përshëndetje. Më kishit munkuar. Mendova se thonë të më kishit marr. Një moment mendova dhe unë. Shiko se ne burrat zakonisht kemi një të vetëm ndjer, kemi një siguri që na jep fakti që se ne mund të ham në të dy sektorët, edhe në një sekond, më fal, po më ka ardhur një porosi nga temu, të lutem, do mpresësh pak. Të lutem. Shumë mirë. Të presim ne apo për jam krati. Ne dim cili edhe mirë se erdhe. Mirë se erdhe, por kjo që po hani në dy sektorët lë pak për diskutuar. Se mund të ketë dy punë, mund të ketë dy shtëpi, mund të ketë dy biznese. Çfarë problemi ka? Unë e dija që do kapesh të kjo gjëja, prandaj po bëj skip. Po jo, ti e the. Dhe po ju prezantoj buroskopin. Buroskop. Bravo. Horoskopi për burra, vetëm për burra. Nëse jeni grua dhe ndjeni, faleminderit. Nëse jeni grua dhe ndjeni përjashtuar, just grow a dick. Sigur të ishte ka se thjesht. Faleminderit. Jo, po shiko, jemi edhe bashkëkohor kontemporan, domethënë ne mësojmë nga më të mirët, nuk është sa? Atëherë, nëse ju jeni burr dhe vini në një nga këto shenja të buroskopit, këto janë karakteristika tipare të burrave sipas shenjave. Dashi. Burri i dashit është i fortë, i vendosur, dominant, ose i dominuar, varet nga pozicioni. I referoheni me b të madhe burrit të dashit. Burri i dashit, burri i dashit, kështu thuhet. Patjetër. Po, sepse buroskopi është një variant, unë do të thosha i përmirësuar i horoskopit. Nuk është unisex, është vetëm buroskop. E kuptoj. Atëherë vazhdoj me dashin. Shmangni konfliktet këtë javë, veçanërisht me binjakët. Se di pse, se binjakët janë shumë ashtu. Janë shumë lëvizur. Domethënë në kuptimin
në kuptimin nga shkon një binjak, shkon dhe binjaku tjetër, është kështu si smundje profesionale. Aha, okay. Tani do më serove shumë bukur. Buri i Demi, kalojmë te shenja e dytë të Demi, sepse edhe në buroskop shenjat kanë të njëjtën. Buri i Demit. Ama mos ta skuq gelin. Nuk thash buri kel Demit, sa për kështu. Buri i Demit. Si qesh si gzon pëlqen. Se ka ik Milani, ose është ngrit Juvja. Jepi. Buri. Shiko se këto gjëra Milani, Juventus, këto mund t'i bëni pasi ta mbylli me mua, sepse unë jam shumë kërkuar. Se burrat e vërtetë dëgjojnë burroskopin, nuk shohin. Janë gjithë emisionet e pasdites që më kërkojnë, më kupton? Jam konflikt me zonjën Meri, kështu. Mirë shpirt, vazhdo, go ahead. Jepi krati. Buri i Demit I do gjërat e mira, ushqimin e mirë, parfumin e mirë, lëkura është e mirë, kur shtrëngon supet kështu nga mbrapa. Kur shtrëngon supet kështu. E një miku, supet e një miku, kur një mik qanë në supet e Demit e shtrëngon. Shiko, ju mund t'i jepni konotacionet si të doni. Jo, ne po qeshim, ju lutem, të lutem tash. Na pëlqen. Se ne jemi të rritur të vaksinuar, nuk kemi lidhje. Ne po qeshim me atë që po thoni ju, të lutem. Planetët sugjerojnë intimitet këtë muaj, por jo të ati lloj. Domethënë, por shtollungat e Venusit janë komplekse. Shtollungat e Venusit. Komplekse. Binjakët. Ba, buri I binjakëve ka 2 anë. Mos u bën 3 burra këtu. Buri binjak. E kush e ndron problemin? Ma pëlqen që keni një lloj alegrie të pa shpjeguar dhe të pa justifikuar, po me siguri njëri nga burrat tuaj duhet jetë I binjakëve. Me siguri. Po e shijojmë prandaj me thënë drejtën. Na e solli ti alegrin. 2 anë ka të thella, I ka të bukura, I ka krejtësisht të papërkufizueshme. Tepsisht. Ai nuk mund të mbyll veten në një kuti, sepse kjo është astronomikisht e vërtetë dhe s'ka të bëjë me mua personalisht, e thon yjet, unë lexoj çfarë lexoj. Nëse 2 binjak në një kuti është shumë vështirë. Pra, një mashkull I më I lumtur është ai që fle midis 2 binjakëve, nga do të kthehet ka lumturi. Më pëlqen, po përpiqem ta bëj kështu si panoram. E bën sens. Përpara fytyrës më pëlqen. Do të thënë një me 2 binjakë është shumë interesante. Nuk e di ku mund t'ju çoj, por rrobat janë në tel. Gaforia. Buri Gafores është emocional. Është I ndjeshëm, ai ruan gjithçka brenda. Osa brenda. Buri Gafores është Gafuri? Aq brenda sa I vet nuk di se si ti nxjerr jashtë. Por një ditë ai do ta nxjerr. Se do të jetë bukur. Shumë e bukur do të jetë. Po. Uji si element është Po vazhdoj me Luanin. Buri Gafores bën gafa me siguri, domethënë, prandaj mos është ministri I jashtëm, jo. Vazhdojmë. Cili mund të jetë burri I Luanit? Buri I Luanit dëshiron vëmendje. Dëshiron që dikush ta shikojë dhe të thonë ti je ndryshe. Ti je ndryshe. Dhe ndoshta ai person do të ketë sy ngjyrë gështenj dhe do punoj me kafenin aty poshtë çdo mëngjes ku porosit cappuccino. Luani duhet kujdeset për zemrën. Po cappuccino çka ke ti dhe kishte do. I pëlqej cappuccino kardiovascularisht. Po e lëpin lugën apo se lëpin lugën? Ja, atë futen në tavullën e duhatit. Le të jemi serioz për dy. Virgjeresha. Buri Virgjereshës, po. Buri Virgjereshës. Ose nuk e dajës Virgjereshës. Nuk shkon buri Virgjereshës. Ditën e parë. Okej, qartë. Analizon gjithçka, çdo detaj, çdo shikim, çdo mesazh. Pse shtoj emoj me zjarr? Emoj është emoji, po ne ndonjëherë atë gjën e lexojmë gjë. Po, ç'ndon. Çfarë do të thotë kjo? A është mik apo është më tepër se sa mik? Vëre mik. Çka? Mos I thuaj atij ik. Virgjeresha duhet të mësoj të mos analizoj kaq shumë. Në vërtet. Kalojmë. Historia. S'kalojmë dot tani se na ka ikur koha, domethënë. Jo, do të thotë gjitha. Atëre, po të doni, mund t'i lë pjesën tjetër. Jo, vazhdohet për javën tjetër. Jo, ta lër pjesën tjetër, do të thrasim ne tani kur të kemi nevojë. Do të thrasim brenda këtij emisioni. Bëni nevojë. Të
të gjitha proceset. Gjejmë pas pak, tani është rritur dhe kurioziteti nga dëgjuesit. Ka përshtypjen që gjysmat e shenjave do të t'i lexojmë një lidhje tjetër. Okej. Po të doni sot, po të doni një ditë tjetër. Hajde lexoj edhe këtë shenjë e fundit, se është buri gjeni. Jo, janë ndar 6-6 i dashur Tom Cook. Lëre pra, lëre. Tom Cook, jo Tom Cook. Mos ma bëj të. Lëre, faleminderit, na kënaqi, ishte super, ishte në formë sot. Do të dëgjojmë pak më vonë ose një ditë tjetër. Pak më vonë, një ditë tjetër. Si do që tjetë. Po, e marrun pjesë e parë dashur dhe motra. Marrë ka shpejt. Kështu që do vi momenti i Sashës tani me blogun e dhe ne këtu ke veni. E di si është puna për ju djema që doni të zgjasni një gjysmore, se gjysmore është më se normale dhe është e kënaqshme, por ju që doni 45 minuta e sipër ose një orë, më vjen keq, kam një lajm të keq për ju, bëhet bajat. Kape Renën. Nuk e dia, domethënë kujtohet se maratonat ju I pëlqenit apo bëni kod domethënë. Po ka dhe gjysmë maraton. Standardi është 1 orë gjysmë. Për çfarë po flasim njerëz? Për maraton pra. Nuk e di Greta, nuk e di, po nuk është se pyetëm për hallet e tua domethënë. Ç'ne gjes futën e doni këtu ti? Ja, pra doni në shenjë tjetër. Redon ma kafsho. Jemi gjithmonë në Kape në radion kombëtare Club FM Shqipëri dhe Club FM Kosovë. Një program serioz, një program I vërtet si ky Joni, pra që I cili titullohet Kape Renën, nuk mund të bëj dot përpara nëse nuk do të ketë një të ftuar të jashtëzakonshëm në studio. Jam shumë dakord. Dhe kështu që unë mora guximin dhe I çova një ftesë Mr. Flower. Oh, sa mirë. Sa po e dëgjua, domethënë kështu. Ai tha, jo thotë se nuk vi në radio pasi jam I veshur me blue jeans. Po ka qenë ke Klotilda. Kështu që është pra, konflikt interes. Me çik pauzë. Po. Një menopauzë shkurtër. Edhe kështu ftova Gridën. O sa mirë bëra. Ka qenë shkupa më duket. S'ma I shprenoj. Ishte shkollë. Jo. Ftova Feiziun. Po kë. Ky është bashkë me batonin tek pika e Ekuadorit. Janë tulur dy karige. Që më thanë që ishte ndërmi se hëngrin peshkaqen në peshk. Aty është pika e Ekuadorit. Aty nuk batoni vetë apo nuk ndahet. Batoni tha jo se jam duke bërë beton. Po çeftove kod atë. Edhe njëri duhet ndërtoj një kull, domethënë. Ftova Gasparin. Po gazi. Gasparin për modele flokëve. Ka qenë me xhirimet e filmit se kanë bën dy skena aty edhe. Tha nuk vi tha në radio sa se s'dal televizor, tha që gjithë investimin se nuk mund të eci dot. Po. Ftova Smell Mountain motherfucker. E ka shkruar vetë atë? Është në një kontakt audioviziv me Mimozën. U bone ti, këtu e mbylli. Se nuk I the u bone ti se këtë që ti unë e kam bë. Atëre ftova disa të tjerë, domethënë që janë personalitete më të lehta për tu kontaktuar. Po, që mund t'i mbash edhe në peshk. Ervin Saliani. Unë si jam në rregull. Rastësi? Qet fare. Ervin Saliani. E dje pash. Është I zon. Nuk vi tha në një vend tha ku ju keni tha edhe drejtues të syut. Po. Aq më tepër keni edhe kryetar. E kishte fjalën për një djalë O zoti ma. O zoti ma. Lere Greta, tani se di gjithë për garin. Po. Ftova zotin Piro Vëngu. Po pse? Tha po merrem me shoqatën e gjuetarëve të Lezhës se do pushtojmë Maqedoninë e Veriut. Nice. Domethënë ishin duke bërë stërvitje në Gjadër. Sepse kanë çuar edhe disa mercenar atje. I ka qenë Italia me anije. Jo, ne I çom. Kështu që bëra disa tentativa. Do të kemi të ftuar sot. Vazhdojmë programin me diçka tjetër apo jo? A doni të vetë ftohem unë. Pas ka bova tjetër. Ti mbush vetë pjesën. Me jam I lirë. I ftuari sot është Egi. E kemi një. Më lejo Egi. Me zemra si doni. Asin në brez. Po lutaj mushtri atje I pyete zonjën. Lëre tani. Ushtri, interesant. Tani Egi. Po. Ish ministri I mbrojtjes Piro Vëngu. Ky që sapo I referova. Ky nga Ishmi. Ka mbështetur studentët shqiptarë në Maqedoni duke thënë se jua nuk lyp leje. Po. A erdhën ato avionët që fikin zjarret nga lart? Po, e para nuk është momenti I zjarreve, kemi edhe pak kohë. Kemi pak kohë. Se janë të parashikuara gjithmonë zjarret në Shqipëri. E kuptoj. Dhe po ta vini re shteti, sidomos kur ka qenë ky ministri I mbrojtjes, ka qenë me 100% kapaciteteve. Po, 100%. Domethënë në të gjithë dimensionet, vetëm ato që shuan në zjarrin nuk I kishin. I sillte nga BE-ja. Po çdo qytet ishte në rregull. Në rregull. Domethënë, vajt njëri ke biblioteka dhe tha, këtu paska dritare, kondicionera, pllaka, parket, ato si stewardese që shërbenin këto, vetëm ka I
shërbim nuk ka libra tha. As ka libra. Po që kushtet janë perfekte. Kështu që edhe do ta lajmëroj shteti kur do bin zjarret. Fshati digjet, shteti krihet. Ju lutem ja. Okej, faleminderit. Filozofia jote ishte. Me intervistën tonë. Ju lutem patjetër. Sa më pëlqeu kjo pyetje. Egi. Po. Një infermiere tek psikiatria, te Spitali Psikiatrik Tiranë, ka keq trajtuar pacientët. Ti mendon që ne, burrat e martuar, jemi pacient? Të efshën! Si është të thënë? Sa të mërshme ishte. Zgjedhoi një super folje. Po. Ishte e vështirë, komplekse, shumë trura se çkretës me turnet 3 herë. Domethënë ai shumë shkarkoi ajo tek ajo sa Paulini qau ke topi për dje. Seriozisht? Pa. Paulini vetëm apo gjithë komuniteti? Ishte vetëm Paulini. Kështu që e di pse them Paulini se nuk po na dëgjoten në Itali. E kuptoj. Po a mendon që burrat e martuar janë pacient? E dashur, u shkarku direkt nesër me ne, ka shtet. Po të shtet, kishte shtet se kishim vënë aty. S'ka rëndësi. Fare. Shteti dhe mundësi punash si e mban ti. Bëri një gabim dhe mori masa. Patjetër. Unë mendoj që burrat e martuar janë pacient. Egi, të shtunën demokratët do të zgjedhin me referendum kryetarin e ri. Po, pra doktorin. Po. Eca ty! A e kuptove më në fund sa e gjatë është kilometre fundit? E kuptova. Më pëlqeu dhe kjo, më pëlqeu, domethënë bëri përshtypje, kjo intervista që në një podcast ky Bamir Tobi që tha, është bërë shumë monoton doktori. Bamiri? E tha tani? Kur ka paguar për herë të fundit tavolinë? Nuk e di me thënë. Okej. Kot pyetje ishte, ëh? Është pyetje sipas formatit tim. Po thuhet që kanë që përpara rënies murit Berlinit. Mase. Kështu tha, është bërë monoton. Edhe nuk e di ku ti referohet. Moshës, karrierës. Po. Smirës, ambicë, nuk e di. Nuk e di. Shumë prezidencial u tregove në këtë moment. Si çfarë them, thjesht e dëgjova dhe thash po e ndaj me juve. Okej, domethënë në tege? Jo. E peqet nisa. Pagu topi. Ishte e bukur, a? Në Bolivi. Në Boliku? Në Bolivi ka patur protesta të dhunshme që kërkojnë largimin e presidentit të vendit. A mendon se Simon Bolivari është pellazg dhe pse? Sa pëlqen Bolivari? Po, pra. Tani për qeni sinqert. Po. S'kam informacion për këtë. S'ke. Atëherë etimologjia e fjalës Simon për shembull nuk të. Po kjo më intereson që ta bëjmë çik bashkëbisedim. Po. S'kam ne domethënë bagazh për të folur për Bolevin. Atëherë jam i detyruar të t'ju shpjegoj etimologjinë e fjalës. Nuk është nevoja. Jo më e pyeta unë, ju lutem, respektoni. Okej. Sa nuk do merret me Bolevin, do merret me Simonin. Po. Bolivar. Po ju jeni brenda. Si të dini. Edhe ju lutem. Atëherë Simon Bolivari ka qenë pak i shnosh që fëmijë. Dhe i thonin gjithë shokët Boli. Po. O Bolo, kjo është klasike po. Ku po shkon? Dhe kur erdhi fundi i Simonit se e varën. Po. Edhe u var Boli. Ke parasysh Bolivari. Okej. Unë ka qenë ajo kapiten unë dia ndryshe, dia pse ecën me këmbë të hapur. Apo jo. Ka qenë kapiten Bolivari. Edhe kjo është një tezë. E mban më kapiten Bolivari. Po, e ka pastruar Ahmet Pasha. E mban mend. Ja, u zgjidhe këtë çështje. Eci me pyetjet e tjera, ju lutem, se e kam kohën të reduktuar. Keli të lutem. Po. Egi. Po, okej. Elon Musk humbi në një gjykatë amerikane, e cila i dha të drejtë OpenAI-t. Pse kur të interviston Grida kohët e fundit paditurit dalin mirë? Kur të shkoj ke Grida vet personalisht, do flas se si interviston ajo të intervistuar. Ka njerëz janë intervistuar në këtë studio, ka njerëz janë intervistuar nga Grida. Dakor, patjetër. Unë nuk po merrem me elita. Nuk po merrem me elita. Unë po them për ne rrethanorët, le të themi. Përgjigje e saktë 10 pikë nga 100 mundshme. Po, okay. Ka folsi Ahmet Golemi kur brënda ato të boksit. Dhe ai pret që ta thoj Grida, pra. Nuk ka një gjë që nuk ose duhet ta provoj vetë intervistën me të? Po ti shit sa intervista. Kam parë. Ke parë. Kam parë 1-2. Ke parë një herë kur ka qenë kolegu i ftuar? Kam parë këtë që ishte në Shkup Pardje që i tha ti mund ta ndërpresim pak ata sa po thretezanin ai. Te e pash. Edhe pash të pauzën. E kishin bërë emisionin fix në atë moment që duhej. Pash këtë pauzën. Kaq. Edhe e hoqa pastaj. Ka qenë një kryevepër. Se me Grida kemi lutur 2 herë në skenë kur e kemi pasur. Nuk ka ndodhur kur kjo gjë. Jo, është era parë. Sidomos për mentalitetin e atyre atje. Kështu që
Si ka mundësi, më bie gjithmonë mua Trashkovsha. Dhe unë jam i gatshëm ko me semrë të përgjigjem. Jepi koleg, jepi. Egi, me që je si punë Gjermani. Biçim. Pse Gjermania do vendos raketa Patrioten në Turqi? Po i shikoj, duhet tash i Gjermanisë. Po pse? I duhet, po se tash duhet kthehet dhe ajo çikështu lavdishëm. Pse po vjen koha, ha? Po ti ketëm për këtë. Mos luaj me mjellin e Gjermanit. Ama të lutem se i duhet i çik, duhet sa për të tregu pak që s'ka rival në botë. Domethënë kaq. Po pse quhen patriot? Patriot. Po sepse e duan vendin e vet, e mbrojnë vendin e vet. Luftojnë këto raketa për vendin e vet. Janë atletar, janë bin tank. Atë dhe ujm. Domethënë po në Turqi si quhen patriotët? Se di. Harlem Gilibili. Kështu që unë zakonisht, unë sa herë shoh që e ha, si t'jen linguini, si t'jen spageti, si t'jen ravioli, si t'jen Trashkovsha. Më pëlqen që është dashamir se e pastave. Po kaq mund të thasë do futet për në thellat e Gjermanisë apo Turqisë. Gjatë një kontrolli në burgun e Peqinit, një të dënuari ju kap iPhone-in në karikim. Shumë mirë. Ai ke rënë ndonjëherë 0900-s dhe pse? Në zik. Ne kemi rënë patjetër është gjithmonë hapur. Edhe 0900 dhe 0800 që për shërbimet e publikut. Dhe këto burgje foli dhe ministri Tjetoni Gogu do hiqen. Nuk ose do ketë këto që janë do rinovohen, do bëhen me supermoderne, ose disa prej tyre do t'i heqin fare. Kështu që nuk do ketë më nevojë të karikoj me prizaj, do t'i ketë me këto të rejat, me wireless. A pse do lejohen telefonat tani? Po patjetër, kështu do presin edhe pak. Tani kështu 0900 domethënë i ke pas eksploruar. Patjetër vëllai merr dark, po. Ta u ballizoni këtë. Më shtrëngo. A e kuptoj qartë. Po kajse. Po. Përgjigja si ishte koleg? Ishte përgjigje e pjesshme. Dhe më vjen shumë mirë që do bëj këtë pyetje në fundit. E para pyetja është si të zgjasim më shumë. Patjetër. Përpos kësaj, tani që Lart Vasili e mori në dorë protestën e Shkupit. A mendon se të ka ardhur ty, Eglin Laknori, radha të luash një rol tragjik me regjisore karizmatike Gjeni? Patjetër. Me shumë kënaqësi. Ma ka propozuar Gjeni regjisorja, Po. Edhe i kam thënë po. Karolina? Po. Kurse Laertin pëlqeu se vajti i qetur atje. Nuk vajti kështu, i vajti i ruajtur dhe i qetur dhe kishte pak të kuqe në fytyrë. Nuk e kishte nga grimi, kishte nga shumë prapë, se i bënte ose duket e reflektonte flamuri. Po. Tensioni 20 minuta. Tensioni ose ka qenë. Dhe kur thoni njerëzit ose mirë me qenë shqiptar, ky ishte gjithmonë. Ose mirë me qenë shqiptar, ishte dy kohë mbrapa. Tmerrshme për një aktor. Ndoshta ka pas në një konsult me Atë Nikollën. Mbase. Atë Nikollën e kemi xhank, kështu që. Atë Nikoll Xhufën. Po këtë. Edhe atë tipin. Edhe stilisten. Janë kokë më kokë. Ose Atë Nikolla vesh Atë Nikollën. Kuptoj. Bukur shumë. Tani është momenti që të dëgjojmë, të përshëndesim regjisorin ton Gjeni me një përgjigje religjioze. Do ta bëj rolin me regjisorin ton, kështu që. Përshëndet mua. Çfarë do bëjmë tani? Redon Makashi. Tashmë do të kemi dieta drejt për drejta, domethënë se ky është një program që nuk e di pse e marrin njerëz në telefon. Po. Ne nuk duam, por ata na marrin. O Xhaxhallazi, po ku je? Po si o Xhaxhallazi, ti ka po vrejtje ka. Ka vrejtje po. Se bëri tash dark programin në La Pajtumë. Dark? Bash vor shumë atë çështje. Jo, po. Pastaj bëu jomi në 3 vjeç. Dark tash po. Është ora 14:42. Që i bie. Që i bie 3 pa çerek. E veteranët duhet Nëse ky do jetonte në Indonezi, do ishte 10 e natës tani. Që mbase jeton andej ajo zona. Nëse do jetonte 7 orë para. Nëse do na gjonte nga ishujt Fixhi, do ishte data 21 maj. Po shok që interesojnë. Xhallazi ka qenë Follorin 2 herë. Në Follorin 2 herë. Me kë ke qenë? Follorin është në Greqi. Po kam qenë me këto shokë e mi. Do të tregoj një histori nga Follorina që na bën. Okej, jepi. I kemi kompaninë, edhe kompania sulmose na thanë keni detyrë që të mbroni Follorina dha. Është edhe isha unë, Nani, Luani, Sinani, Selmani, Laji, Raji, Vasilaji, Gjomaji, Janaji dhe Santiago Lota dhe Rodrigo Junior. Po Rodrigo Junior është ne. Santiago. Po si së mbyrë për Gjomajin, për Vasilaji, për Sinani, po të gjuan të tuaj, po aja shtu, jeshim ka proba dhe i tamë. E nejsi. Haj mirë atje Follorin, haj mirë. Por një pullat,
pjesë tek dar pula. Atëherë bëhet fjalë për Cerona Volta. Se pani shkonin ballizët, ngopeshin ballizët, çalin një ballizë ai pa i zam. Ja, e kuptoj. Ne thonë gjermanët e atje Vollorin, me tanke, me mitraloza, me qenë, ore një pastor të desë këto shata. Po. Se kur kam shode gjermani se shode, e gjithë të vini lej vetë. Kam shode e mëse shode qenin, kam shode qenin, kam shode të qenin. Wow. Ka histori shumë bukur Xhallazi, pëlqen. Edhe mua pëlqen. Ishte edhe me Molika, ai qasi një dorës, Evangeli, ai me sy la gojtate. Skënder Shugule, për dica gjithë tate. Një shoh të klasës. I magament. Na kapo robi, i dazur robi gjerman. Ju kapën, Çfarë ju bën? E ata si tosh muhabetin se na ndan, nuk e kuptoj se ato zonë kemi na vjen mund ta veç. Po tramba ja tash ata që më dan mua do push gato buzë ku je plume pa. Jo. Tani ata i dan veç edhe me thën drejtën tash i abuzoi gjirë. Je shumë i saktë. Nuk i dia gjermanët kështu se ne kemi egin që është gjerman. Ka ndryshuar. Ta gjëra, burri shqiptarë, ato do të me gojë. Po që lëtëm pasoja, se ja, me Molika, për shumë, deri vdekjes nuk foli fare. I shkret. Ka zi më gjorë, se nga kroku, batë kokë poshtë, e pinte vedër maj, s'pinte me shëqe i kurë. Po pse kështu? Po ja, po e t'jeli, sëllë, që më nga luta së martu akur. Nuk jam pati. Deri sa me dhe, nuk jam pati, nuk e ti në pasoja. Po që i kanë bërë, më? Po se di ata vaqë, se më në kur nga tonë, Qa punë? Mua push gatoj. Por ambietove Xhallazi. Tash ça bëra unë, ata shoh kemi atje pa pizzemi sti, kurse unë ke para zyj atë vonë për kam shmirin. Elmut vërba shmiti se kolonel Gjermani. Elmut vërba shmiti. Ishe kështu gjatë, vetëm se kishë gjatë, ike 3 orë, ike nga zyra, ike nga punë, nga komandatura, i nga një dhe qa përja. Shkoja ke shpia ati dhe a ishte shoja ati Greqen. Greqen, pa. Ike bjonde, groshe për brashmit, për e buri ishe. E la, ku e është buri, ka kemi 3 orë kodaj. Po pëse bezoja unë Greqes, s'ka përja. Mere a orën e Elmudit e përja ndorë, që të shikoja kohën e se i travë shpejt me Greqe. Shumë e saktë. E të kishte një të përgjakuar. Kuptoj, mos u fut në detaj. E të shverë. Pa atëherë grekët një orë para ishin? Kjo pyetje që bërë, është pyetja më e bukur që ke bërë në një që ndodhi. Unë kujtojnë se shkori Shqipërisë, më vjen Elmuti dhe më shikon aty. Pse? E ti si u bëra mëja. Si u bëra? Ka të vje dhe unë, ku të vjeshë, këtosh. E kupto. Erdi? Erdi drejgjë kështë dorë të erdi. O Xhallaz, ku ti e bësh purshimet këtë vit, ose këtë sezon? Ate u këtë sezon i kam thënë, i kam marrë shokë e mi që kam bedur gjallë. Cilët janë? Vetëm njëri e Shashari. Jashari. Jashari, po. Po mirë. Edhe Shashari me ato dominot që kem me gjë Flori, ka sa domino Flori, ka se Po me atë zonjën me pastrusa nuk e bërë në i plan. Të shkojnë te Kosta, ke Kosta Grill. Te Kosta, Kosta Grill. Te Green Coast. Kosta Grill. Po. Ja, të shkojmë atje, do lozë atje me domino, do gnaqi. Shumë mirë. Çka ju pas keni pensionin serioz, domethënë se. Po gjithë doni të vinin do një nga ju, po vajzat Litvisë, se 2 djemë 2 vajza luet bukur. Po mirë, unë mund të vi Xhallaz, po ajo pastrusja... Me një shokje me vere. Po ajo pastrusja pra çfarë ndodhi? E ke lënë vetëm? Nuk do bësh plane me të? Shikoj, pastrusja ka i problem. Po? Kam betur pak shasë. Që thua? Po jo me mua, se edhe një ti doktor tha, në shty që këtu, jo të gjyrë dha. Besoj që në qofë se do vi Greta, a mu të të shkojnë në LinkedIn? Ke? Kam një OnlyFans. Oke, në regu. Po mirë, rëndësishme ka komunikim. Po s'ka Elmuti shke 20 Stalingrad. Qa bëri Elmuti? Qa bëri Elmuti?
Ja ta thot vetej. Vdiq Stalingrad. Vdiq Stalingrad. Betejë Stalingrad, po vdiq në Afrika, në aftop. Po, e vërtetë, ka qenë shoftot. Po të shoqen ça fundi pa. Ndodhi me Greqën. Shkroi një letër Greqën, letër të gjatë gjermanisht, s'e kuptova fare se di gjermanisht, po e mbajta, e kam si kujtim. Nuk e di çka ka shkruar. Me Google Translate se ke përkthyer? Çfarë ajo veti? Google Translate. Po është për fillestar. Ky ka versionin 2 të Albanias 2.0. Marr vesh. Faleminderit. Faleminderit shumë. Emision të mbar. Gjithashtu. Edhe mos harroni, mos e shkojë brapa atij çmendurit. Kujt? Ati që mendoni juve, ku diun tash se. Gjithë çmendurit. Jo, do ta kemi parasysh, pa merak. Dia që dhe Xhallazi do na fliste për trajnerin e kombëtares tëm. Le ti urem. Po se për Lora Boriçis flasun. Lora Boriçis. Okej. Kalov zhbukur. Besoj të flasim prapë javës tjetër. Gjithë mirë. Kalov zhbukur dhe jo. Gjithë mirë Xhallazi. Hajde, ditën e mirë. Hajde, natën e mirë. Miru pafshim, miru dëgjofshim. Ti mendon që është komunist Xhallazi? Uf mo. Jo, më nuk e kuptoj pse dyshon. Është dhe kështu biles nga ato me këtë madhe. Është, mos është patronazhist. Me këtë madhe ndoshta. Po ja, s'mund të jetë patronazhist sepse i bie që ai është pension. Patronazhistët janë treg punë, janë të ri. Shikoj, qofshin që jeni që merreni me këtë të çmendur, domethënë po i nuk është çmendur, është vlerë kombëtare, domethënë. Po të tilla e kemi vlerat ne si kom, domethënë nuk kemi ç'a të bëjmë. Keli, bëu burr dhe mbyll emisionin për ditën e sotme. Atëherë kjo ishte KPR-n, ju lëm takim të mërkurën e ardhshme nga Egi i vogël, Greta e bukur dhe kolegu. KPR-n është një prodhim i Radios Club FM me mbështetjen e Faktoje, mundësuar nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.